Po, për sa i përket pjesëmarrjes kryeministrit në jetën parlamentare, u bë kohë tashmë që kryeministri nuk ka interes të bëjë debat parlamentar dhe debat publik. Besoj pjesën më të madhe të kohës dhe në interpelanca, por dhe në detyrimin ligjor që ka për të qenë prezent kur diskutohen tema të rëndësishme, ai ka shmangur kryesisht këto situata dhe mos prezenca për më tepër në një interpelancë ku e ka me detyrim ligjor, referuar dhe rregullores së kuvendit, mendoj që bëhet vetëm për të shmangur pjesën e detyrimit ose llogaridhënies që duhet bëj së pari para qytetarëve, po dhe para deputetëve të opozitës. Kështu që nuk e shoh pozitive, është një qëndrim i përsëritur i cili dëmton demokracinë, mendoj.